Lajmi mirë, qeveria më në fund pranoi rritjen e çmimeve, që rritja e çmimeve të produkteve të paktën të atyre domosdoshme shportës nga 30 deri në 60% është bërë barr për qytetarët shqiptarë, për familjet shqiptare, ky është tashmë fakt. Qeveria premtoi nga ana tjetër një rritje pagash çikrima në fakt, e njëjta gjë ndodhi edhe me pensionet, që nuk kanë absolutisht asnjë lidhje me realitetin që përjetojnë sot familjet shqiptare. Sot ekonomia shqiptare është e kapur në pak duar dhe prodhon për pakicën. Ka dy sektor që pretendojnë që ka rritje më të madhe ekonomike, po kjo nuk reflektohet as në xhepat e qytetarëve shqiptar, as në realitetin e familjeve shqiptare, nuk reflektohet absolutisht as edhe në këtë buxhet. Këtë kemi nevojë që ndryshojmë neve. Të ndryshojmë faktin që sot ekonomia duhet të punojë për shumicën. Nuk mundet çikërimat e fundit të vitit të konsiderohen mbështetje për familjet shqiptare. Nuk mundet familjet shqiptare të shpenzojnë 40% të buxhetit të tyre vetëm për shpenzime të jetesës. Dhe këto shifra, të cilat janë kokëforta, tregojnë realitetin e trisht, larg asaj propagandës, që thot një vit është i pensionistëve e një vit është i punonjësve të administratës publike. Realiteti i buxhetit shqiptar është rritja e çmimeve dhe varfërimi i qytetarëve.